Pak më herët, deputetja e opozitës përmendi rrugën e Dukagjinit. Sot, mbasi punimet kanë fillu mas 30 vjeç pritje, izolim dhe vujtje. Dhe du me e pyet me shumë respekt realisht për kjo art. Ku ka qenë Partia Demokratike kur qeveriste? A nuk ka pas PD-ja një dekadë qeverisje nga viti 2005 deri në vitin 2013? A nuk ka pas pushtet edhe në vitet 90 kur banorët e shalës, së shoshit e të pultit po largoheshin masivisht, sepse nuk kishte rrugë, shkolla edhe as shëndetësi? Pse s'u kujtu kush për këto zona në atë kohë? Pse nuk ka asfaltuar këto 48 kilometra, por sot pas ka ardhur koha me u bë shqetësim i papritur? Ashtë mirë me folë sot për Dukagjinin, po ma mirë kishte qenë me folë atëherë, kur opozita e sot me ishte në qeveri dhe kishte mundësin me bë realitet këtë rrugë pa u largu qindra banor të aso kohë. Sot e nderuar kolege dhe të nderuar qytetar, po flasim për këtë rrugë sepse punimet kanë nisë realisht. Po sot du mund dalë te problemi më i madh, pikërisht tek rruga, sepse është hera dytë që e përmeni në këto 2 muaj që unë kam marrë mandatin në këtë foltore. Pikërisht asfaltimin e rrugës së Dukagjinit, rrugës së Alpeve, janë vetëm 48 kilometra, 3 njësi administrative ose 28 fshatna. Fshatra që mediat botnore na i konsiderojnë si diamantet e fshehuna të Evropës. Zona me cilat na krenohena për sot kanë në... Mjaftojnë 28 kilometra rrugë që me ndryshu tashmë të ardhmen e turizmit tonë Shqipënisë, për me çu jetë e ekonominë në zona që realisht kanë vujt prej shekujsh dhe këtë e dim gjithë, dhe me sjellë zhvillim real në tonë qarkun Shkodër. Sot, Bashkia Shkodër me mbështetjen e qeverisë, mas 30 vitesh i ka fillu punimet, është një terren i vështirë me ndërhyj dhe po punohet. Pikërisht për këtë duhet me ecë me ritëm të mirë dhe pa humbur kohë. Unë i falenderoj të gjithë ata që kanë punu dhe kontribu deri tash, për diçka ku nuk është vu dorë ma përpara. Dhe ju kërkoj dhe ju lutem institucione përkatëse me vazhdu punën dhe me ndo këtë si prioritet këtë kërkesë të mira banorëve që na kanë dhënë vot besimin e tyne, sepse ky është një investim për tonë Shqipëninë dhe këtë ja u garantoj si vajzë e këtyne zonave, si sipërmarrëse që i kam promovu dhe si deputete.